Mirëmbrëma të gjithë ju shikuesët të TV7 Albania. Jemi në emisionin ton e dashur edhe e zgjedhur. Mos harro, ti je dashur nga Perëndia dhe ti je zgjedhur për një plan hynor dhe plani që Perëndia ka për jetën tënde është një plan madhështor. Sot në studio në emisionin ton e dashur dhe e zgjedhur, un kam kënaqësinë të prezantoj një mysafire shumë të veçantë. Ajo është Eriona Grabocka, një ungjilltare e cila jeton në Amerikë dhe un do t'ju tregoj dhe bashk do të shikojmë se si Eriona pasionin e saj për Krishtin, pasionin e saj për rizgjim, pasionin e saj për gratë në vende të ndryshme të botës, se si ato të njohin Krishtin dhe si të ecin me pasion për Jezus Krishtin. Eriona, faleminderit që je në emisionin ton. Faleminderit, është një kënaqësi për mua të ndodhem këtu sot. Lavdi Zotit, edhe para se të bëja intervistën me ju, unë kam pas një gëzim në frymë bashk, edhe unë besoj që kjo intervizë do të jetë bekim për shumë gra edhe për shumë vajza të tjera. Faleminderit, është kënaqësi për mua. Më trego pak, e fillojmë të emisionin, më trego pak për jetën tënde në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 16 vjet përpara Zoti më thyrri për të shkuar në Amerikë për kohë të plotë shërbese. Edhe pata sfidat e mia për 7 muaj me Zotin, sepse e mora vizën edhe pata sfidë sepse e dija nëse unë do ta merrja një rrugtim të tillë do më kushtonte shumë, që do më kushtonte gjitja ime. Do të lija më njanë çdo gjë që unë kisha ndërtuar për gjithë ato vite në Evropë, domethënë, edhe për të thënë, do mbyll çdo gjë që unë kam ndërtuar në Evropë edhe do filloj një sezon të ri me Zotin në Amerikë. Edhe kur unë erdha në Amerikë, 16 vjet përpara, studiova për 4 vjet, bëra Master of Theology, Master of Divinity. Edhe kur unë u diplomova, atëherë fillova punë si staff member në një kish. Dhe aty mësova shumë gjëra për sa i përket shërbesës së plotë, domethënë. Kur ti fillon edhe i prek gjërat në një shërbes në një aspekt më intimit dhe më personal, fillon edhe shikon dorën e Zotit, mëshirën e Zotit në një aspekt tjetër hynor. Dhe të përull shumë, të fërmon, të jep shumë mençuri, por të jep një lloj hapësire shpirtërore që më përpara nuk kisha mundësi që unë ta shikoja. Dhe kam punuar në këtë kish si staff, si një person e staffit për një 6 vjet. Gjatë këtyre 6 vjetëve, unë gjithmonë e them ka qenë ajo pjesa, kam qenë si një plastelin që Zoti të merr edhe të formon, edhe të jep atë formën që ti duhesh, se ne jemi një enë në duart e Zotit, dhe Zoti na jep atë formën që neve duhet të kemi në ecurinë tonë, në thirrjen tonë me të. Edhe një gjë që kur kam shkuar në Amerikë, një gjë që kam thënë Zotit është Zot, jeta ime është në dorën tënde, merr dhe bëj me të ç'të duash. Domethënë e lash veten time që ti je një plastelin shumë e butë, që Zoti mos kishte probleme të mëdha, domethënë që të më formonte dhe të më jepte formën që unë duhesha. Nuk ishte udhtim i lehtë, ka qenë një udhtim shumë i vështirë, sepse më duheshe që të dorëzoja shumë aspekte të kulturës sime, të familjes sime, të gjërave që unë kam besuar për veten time, ose për sa i përket ecurisë me Zotit, edhe kam arritur domethënë që i tha Zot, unë dorëzoj çdo gjë që unë deri tani kam mësuar, kam studiuar që nga lindja, që kanë patur një lloj influence në ndërtimin tim, si në një aspekt frymor, ashtu dhe në një aspekt njerëzor. Edhe në vitin 2019, që ka qenë një vit shumë i rëndësishëm për jetën time si në shërbesën ndaj Zotit, sepse kam qenë në një konferencë që shkova vetëm, ishte një 3 ditë konferencë. Në ditën e parë të konferencës që shkova, ishte në një ambient goxha të madh, domethënë. Edhe filloi adhurimi, në këngën e parë të adhurimit, fryma e Zotit, Shpirti i Shenjtë, domethënë, erdhi mbi mua në një lloj fuqie shumë të madhe, mua këmbët nuk më mbanin dot, edhe ishte shumë overwhelming, ishte shumë
Mbushje. Që mbushje shumë e madhe domethënë që Derdhej. po, edhe ty lotët nuk mbajnë dot, këmbët nuk mbajnë dot, trupi ynë domethënë nuk e përballon dot forcën edhe prezencën e Zotit. Edhe aty ka qenë kur Zoti më ka folur mua për shërbesën time personale, thirrjen time personale, e cila ka qenë kam pas punuar në një qytet të Los Angelesit që quhet Santa Clarita. Edhe unë kur kam punuar aty për 6 vjet domethënë, edhe në këtë konferencë pata këtë takim personal me Zotin, dhe ai më tha, Eriona, unë dua që ti të mbledhësh të gjitha kishat e këtij qyteti Santa Clarita në një natë adhurimi dhe lutje, sepse unë dua të formoj unitetin në këtë qytet. Edhe di çfarë i thash Zotit, i thash Zot, unë s'kam asnjë lloj influence, unë jam femër, nuk kam influencë, jam edhe huaj në këtë vend. Si do ta bëj unë këtë gjë? Edhe Zoti tha, mos ki merak, sepse unë do të ndihmoj hap pas hapi në plotësimin e këtij vizionit. Edhe i thash, okay, kështu që fillova duke shkruar gjitha gjërat që Zoti po më thoshte, edhe i mbajta në zemrën time. Kjo ka qenë në 2019, pastaj Covid ra në 2020 dhe çdo gjë u mbyll në Amerikë. Kisha do mbyllën, asgjë nuk funksiononte, thash Zot, çfarë do ndodhi? Pastaj 2021 që filluan gjërat duke hapur, edhe kur vazhdova të pyesja Zotin, domethënë, do ndonjë gjë që unë të bëj, çfarë duhet bëj? Prit më tha, sepse unë jam duke i formuar zemrat e njerëzve të qytetit. Okej, tash në fillim të 2023-shit kam qenë në adhurim, sërish në adhurim. Kam qenë në gjunjë, edhe Zoti më tha, Eriona, tani është koha, dua që ta bësh. Edhe thash, okej Zot, unë do ta bëj. Unë do ta vër hapin e parë të besimit, por në momentin që unë do bëj hapin e parë besimit, unë dua që ti të hapësh dyert edhe më sjellësh njerëzit e dur që unë ta realizoj këtë vizion, domethënë. Edhe Ina, në momentin që unë, edhe fjala kur thotë, domethënë, when you step out by faith, Kur ti ecën me besim, po, atëherë Zoti i hap dyert. Po. Amen, edhe atë derë që Perëndia do ta hapi, askush nuk do ta mbyll, por unë dua të ndalem në një moment që në fillim të intervistës më preku diçka që ju thatë, edhe ndoshta unë e kam të faktuar edhe këtë pjesë të jeta ime. Dritoni thot gjithmonë, domethënë ai më tregon gjithmonë që Ina, kur je në shërbes, sytë tu hapen për t'i parë njerëzit. Domethënë nuk është ndryshe si kur ti je thjesht në një karrige, shkon në bashkësi apo shkon në kish, po kur ti duket sikur i ke gjërat me perde hapur, e ti shikon që njerëzit jo se zgënjehesh, por ti shikon që ka aq mëshirë Zoti. Më fol për këtë pjesën, se shumë, unë besoj që në këtë moment ka shumë gra që shërbejnë, ka gra pastorësh, ka gra që shërbejnë, ka ungjilltare, ka dhe gra që janë djake në kish. Më trego pak për këtë pjesën, sa rëndësishme është që ti shikosh njerëzit, domethënë me një sy tjetër, kur ti kalon në shërbes, pra me perde hapur. Çfarë ndodhi në atë moment me zemrën tënde se si pe njerëzit? Dëgjojna që të arrim, shumë njerëz janë të thirrur, po pak janë ato që janë të zgjedhur. Pse unë them këtë gjë? Sepse të paktën aty ku unë jetoj në Amerikë, domethënë, shërbesa është një gjë shumë normale për shumë njerëz. Kisha ka pafund, domethënë, edhe njerëzit shkojnë në shkollë, bëjnë studimet, edhe kanë krijuar shërbesën si një lloj profesioni për të marrë një rrogë, kupton, krijojnë një karrierë, një gjë e tillë. Tani kjo është shumë e rëndësishme, sepse neve në momentin që Zoti neve na thërret për shërbesë, është ai momenti që neve e dorëzojmë jetën tonë komplet, edhe themi unë sot si Erion kam vdekur, unë më nuk jetoj. Kjo do të thotë domethënë që Jezusi që është brenda meje, ai fillon edhe jeton. Kjo do të thotë që ai merr vendime, ai drejton rrugën, ai të thotë ku do shkosh, ai do të thotë çfarë do bësh, domethënë ai të drejton në çdo hapin tënd. Edhe në momentin që ti e lejon veten tënde dhe dorëzohesh shpirtit të Zotit që të drejtojë në çdo hapin tënd, atëherë ti fillon edhe i shikon gjërat në një lloj dritare që ti të hapur, sepse ana frymore fillon edhe hape, shpaloset përpara teje. Edhe në momentin që shpaloset, tani unë kur them te Galata 22:2 që thot Pali thot
I no longer live, unë nuk jetoj më, po Jezus Por Krishti jeton në mua dhe këtë mua, jetë dhe që jetën që unë jetoj me anë të besimit të Jezusit që dha jetën për mua. Ajo është faktikisht fjala e Biblës që është për jetën time. Ne kemi ato fjalë personale që Zoti na jep, edhe ajo është fjala ime personale që unë nuk jetoj më. Jezus jeton në mua dhe unë kur gjithmonë domethënë kur ulem me njerëz që i shërbejnë Zotit, gjithmonë i bëj disa pyetje. Cila është marrëdhënia jote me Shpirtin e Shenjtë? Sepse janë disa gjëra që neve i shikojmë në shpirt dhe janë disa gjëra që neve mundohemi t'i shikojmë në shpirt dhe janë shumë ndryshe nga njëra tjetra ina. Sepse prezenca e Zotit ose ana profetike e Zotit që është e mrekullueshme nuk mund të fabrikohet. Do të vinë në mënyrë natyrore nga fryma e Perëndis, sepse vetëm atëherë me vërtet ka rezultate. Edhe në momentin që ne vëdërzohemi edhe Shpirti i Shenjtë merr leadership, kontrollin, po, merr kontroll në mendjen tënde, në zemrën tënde, në trupin tënd, domethënë, atëherë dhe kur ti shikon këtë hapësirën shpirtërore, sepse ne jemi njerëz që kur pranojmë Jezusin, neve duhet jetojmë vetëm në shpirt, pavarësisht që neve jetojmë në tokë, edhe jetojmë në një trup, domethënë, që është i rënë, në që se them në Shqip, është fallen, është sinful, domethënë ka mëkat këtë trupi janë. Vetëm në momentin që neve do shkojmë në parajs, atëherë trupi janë, domethënë me një aspekt tjetër. Por në momentin që Shpirti i Shenjtë merr kontroll në jetën tonë, atëherë neve mund ta kuptojmë të vërtetë mëshirën e Zotit ndaj jetës së njerëzve, sepse kur neve shikojmë çdo njeri nëpërmjet frymës së Zotit, nuk ka xhelozi, nuk ka krahasime, nuk ka thashatheme, nuk ka domethënë judgmental, gjykime, nuk ka absolutisht asnjë lloj negativiteti nga mënyra se ne shikojmë njerëzit, por është thjesht dashuria e Zotit që kalon përtej çdo lloj dimensioni njerëzor. Pra, do me thënë, duhet të theksojmë të gjë që në moment kur ti në shërbes, i shikon me perde hapur çdo gjë, unë mendoj që ai çelësi është që ti të shikosh dhe ti duash njerëzit me sytë e Zotit edhe kur ti ke parë, do me thënë ato dele, apo kur ti ke parë në kuptim çfarëdo personash që ti ke në kishë apo në shërbes, kur ti ke parë me sytë e Zotit, unë mendoj që aty është çelësi kur Zoti fillon edhe të të përdorësh. Edhe është shumë e bukur kjo pjesa kur ti e kapi që Zoti nuk mund të fabrikojë. Është ndonjëherë një pyetje, unë e kam dëgjuar njëherë nga një pastor, shumë i njohur dhe ai thoshte, a je i bekuar apo po bën si i bekuar? E kupton shumë e rëndësishme, a je ti i bekuar, a je ti e mbushur që fryma e shenjtë të drejtoj, që vërtet ti duash, do të thënë ti duash pa interes, do të thënë ti duash pa xhelozi, me dashurinë e lavdi Zotit. Eriona, unë shoh vërtet një pasion shumë të madh tek ty. Lavdi Zotit. Unë dua Jezusin Ina, domethënë momentin që unë kam takuar Jezusin për herë të parë, unë jam mrekulluar domethënë nga dashuria e tij dhe dëshmia ime është shumë nëse mund të më lejosh të ndaj pak nga dëshmia ime. Patjetër. Edhe unë kam patur një takim personal me Zotin në një moshë shumë të vogël. Unë kam lindur edhe jam rritur në një familje që nuk kanë qenë besimtar. Nuk kam folur asnjëherë për anën shpirtërore, domethënë. Si mama ime, si baba ime, dhe ato na kanë rritur dhe mua dhe vëllain tim me një lloj fryme edukimi që shkolla është e rëndësishme, duhet të mësojmë dhe kur edukohemi, marrim një diplomë, mund të gjejmë një punë të mirë, si shumë familje shqiptare, domethënë, që mundohen që t'i shtyjnë fëmijët që të jenë të suksesshëm në jetën e tyre nëpërmjet edukimit. Domethënë asnjëherë nuk është folur në familjen time për Zotin, asnjëherë nuk është folur për anën shpirtërore, anën frymore. Edhe kur mamaja dhe baba im filluan një biznes privat, domethënë mamaja ime mori në punë një grua që të babysit mua dhe vllain tim, kemi qenë shumë të vegjël, ajo dhe mund gatuante diçka, domethënë. Edhe ajo filloi duke më folur mua pak për Zotin. E manitur nga historitë e saj, unë kam qenë e vogël, shumë e vogël, po unë rria te divani dhe unë dëgjoja ato kështu, domethënë.
e manitur kur më thoshe për Zotin, dhe unë mendoj domethënë kur krijuesi yt vjen tek ty domethënë, edhe ai na ka krijuar këtë DNA që neve kemi, zemrën tonë domethënë, edhe kur ai vjen sërish dhe ta hapi para teje, është ajo domethënë që wow, është ajo sa them unë ty që fillon edhe manitesh nga ky Zot kaq i mrekullueshëm domethënë, edhe në atë moment unë e dija domethënë që jeta ime përket atit. Tani dëgjoj këtë dëshminë. Kur mami i vinte nga puna çdo ditë, unë kam qenë nga që mbushur me fjalën e Zotit ose me prezencën e Zotit, edhe unë shkoja tek ajo dhe i thoja Gjonate, Zoti kështu e Zoti ashtu, dhe fillova duke i folur domethënë për eksperiencat e mia. Tani mama ime ka patur një uri për punën e Zotit vetëm nga filma që ato që besojnë në Zot bëjnë murgesha. Edhe mama ime kuptoi se mos bëjmë dhe një murgeshe dhe do më thënë e mbylli atë derë. Unë kam qenë shumë e vogël. Pastaj në moshën 15 vjeç ka qenë një lloj takimi tjetër që unë kam patur me Zotin, dhe ka qenë një grup amerikanë që kanë ardhur për kamping në malin e Dajtit. Edhe unë thjesht rastësisht kam shkuar në atë kamping, e njëjta gjë, ka qenë një fenomen tjetër, por ka qenë pak më i madh takimi im shpirtëror me të, domethënë, më hynor, dhe nuk mund ta vër dot në fjalë, sepse Zoti është kaq i madh, takimet tona personale që i kemi shpirtërore, edhe ato më dhanë thjesht një Bibël. Por kur më dha një Bibël, unë nuk kisha asin të krishterë dhe për qark meja, domethënë. Unë fillova duke lexuar Biblën dhe kam qenë jashtëzakonisht shumë e manitur me Biblën. Çdo ditë më thënë kam qenë kështu, edhe mami më tha, po njëta gjë mami, çfarë bën ti? Po lexoj Biblën. Edhe ma mori Biblën nga dora nga frika se mos bëj murgesh. Edhe ai kishte plane tjera për jetën time. Megjithatë, gjatë asaj kohe 15 që kanë qenë 15 vjeç, e deri kur un se shkova në Hungari në moshën 16, domethënë, ka qenë një zë që nga mosha 10, pastaj filloi duke intensifikuar në moshën 15. Edhe më tyti që mua më thoshte, you have been set apart for me. Unë të kam ndarë ty që ti jesh një pjesë për mua, e ndarë veç për mua. Veç për mua. Jeta jote më përket mua, ti do më shërbesh mua. Edhe unë e kam patur këtë zë shumë të theksuar brenda vetes sime, po unë nuk e shfaqja dot as njeriut, nga që në Shqipëri nuk kemi patur absolutisht asnjë lloj kulture të gjërave shpirtërore. Edhe thoja, po ta them unë njeriu, do të thotë Leriona pas ka luajtur më dëgjon zëra. Edhe kam mbajtur brenda vetes sime, domethënë, edhe Zoti vazhdonte dhe më fliste, po në një mënyrë më të intensifikuar dhe më kërkonte që unë bëja pagëzime me ujë. Unë as nuk e kisha idenë e pagëzime me ujë. Pavarësisht që prindë dhe mi, domethënë, mbase nuk është kjo që ato dëshironin ose janë munduar, domethënë, nga mosdia që ato kinin, kupton, që të më mbroni mua që unë vazhdoja studimin ose ato rrugtim që ato donin që unë të merja, por dora Zotin mbi jetën time ka qenë kaq e madhe se ishte pamundur që mua të kishte ndonjë gjë që mua të më merrte nga plani që ai kishte për mua. Edhe nga që zëri i tij ka qenë shumë i madh brenda vetes sime dhe ka qenë kaq shumë supernatyrore, që unë kur ja dash jetën komplet Jezusit, unë kam bërë një kthim radikal, po jo sepse bëra nga një ditë, si ta them unë sot me nesër. Mua Zoti më kishte përgatitur që nga mosha 9 vjeç që unë jam për atë. Domethënë kur e ndar veç. Unë kur e mora vendimin, unë e dija që unë do lej komplet jetën e vjetër, edhe unë do vdes të çdo gjë të vjetër, edhe jeta e re që unë do filloj me atë, domethënë, është jetë radikale. Edhe nuk ishte gjë e re për mua, po nuk e dija që kjo ekzistonte në Bibël si fjalë. Unë e dija përpara se unë ta lexoja në Bibël. Kjo është ajo që unë duhet bëj. Edhe kjo është një gjë shumë supernatyrore mbi jetën time. Edhe në momentin që ja dash komplet jetën e Jezusit, pastaj kur hapa Biblën edhe lexova, ishin gjëra në Bibël që unë wow. Unë i dija përpara se dhe unë t'i lexoja këto gjëra. Edhe ka qenë zëri i Zotit që më ka folur gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe që do thoja me këtë Ina, që çdo lloj gjëje që mund të vinë në jetën tonë, të përpiqet të na marrin neve
nga plani që Zoti ka për jetën tonë. Absolutisht asgjë nuk mund na marrë neve nga duart e Jezusit. Atë që Zoti ka planifikuar për jetën tonë, kur zemra jonë është e pastër, edhe është e dorëzuar ndaj Zotit, plani i përsosur do manifestohet mbi jetën tonë. Amen, patjetër, nuk kam asnjë dyshim dhe Jezusi tha, askush nuk do t'i marrë nga dora ime. Po. Tani dua të pyes edhe për diçka tjetër që patjetër një vajzë shqiptare që jeton në Amerikë duhet të pasur edhe sfidat e tua, por kush ka qenë një pjesë që do ta veçoje që e ke parë dorën e Zotit aty? Do më thënë, unë jam femër, unë jam e huaj në Amerikë, jam single, nuk jam e martuar, edhe thirrja që Zoti ka mbi jetën time nuk është e vogël. Tani Amerika njihet si një shtet i krishterë, por në shërbesën e Jezus Krishtit, zakonisht në historinë e botës, janë meshkujt ato që dominojnë më tepër se femrat, për sa i përket shërbesës, kur janë në aspektin e leadershipit. Edhe ka sfidat e veta ina, sepse kur ti vjen si femër, edhe kur je single, edhe kur je huaj, domethënë, edhe ti shpreh një vizion që Zoti të ka dhënë, ke shumë përballje të mëdha që ty nuk do të besojnë. Në aspektin, domethënë, sepse në radhë parë je femër. Kupton, ke shumë denominacione në Amerikë që nuk besojnë se Zoti mund të thërras një femër që të arrijë, domethënë, të bëj citywide revivals, domethënë që janë rizgjime të mëdha, ose të jetë në një pastore, ose të jetë profete, ose të jetë apostoll. Edhe shumë e vështirë që një femër të pranohet në Amerikë për sa i përket zyrave të ndryshme që ne kemi 5 offices në Christ, në Jezus. 5 zyra në Krisht. 5 zyra që është apostulli, profeti, ungjilltari, pastori edhe mësuesi. Tani, këto zyra është e vështirë që të pranohet që një femër mund të vihet si lidere të një thirrje të tillë, të një nga këto zyrat. Edhe sfida ime më e madhe ka qenë refuzimi. Refuzimi dyre mbyllura që nuk të besojnë ose që t'injorojnë, kupton? Megjithatë, ina, kur dora e Zotit është mbi ty, Zoti shkon përpara teja. Edhe unë kam patur raste aq të bukura dhe dëshmi aq të mëdha, domethënë që Zoti më ka përdorur që të bëj gjëra, domethënë që ka shokuar shumë njerëz që nuk mund ta besonin kurrë që Zoti mund të përdorë një femër për bërë diçka të tillë. Edhe unë e dua Zotin kaq shumë sepse Zoti do marri një askush për të treguar lavdinë e tij. Amen. Edhe ai ka treguar shumë mirë këtë gjë në historinë e njerëzimit, edhe do vazhdoj që ta tregoj, sepse unë besoj që Zoti nuk thret të kualifikuarit, ai kualifikon ato që ai të rreth, të zgjedhurit e tij, por vetëm ato të zgjedhur që i thon Zot, jam këtu, më përdor mua, unë jam e dorëzuar dhe dua që ti të më përdorësh mua. Zoti të merr, të formon, të mbush me frymën e tij, edhe të çon për të bërë vullnetin e tij. I thëni që më pëlqen shumë herë, më duket e kam thënë edhe një herë në emision këtu, që Perëndia nuk thërret të pajisurit, por ai i pajis të zgjedhurit. Po. Dhe kjo më ka ndodhur me mua, domethënë që unë nuk e kam patur dijen si ti bëj atë që unë bëj tani për Zotin, edhe jam akoma duke mësuar, por unë kam një besim shumë madh në Zotin. Edhe një gjë që më ka mësuar Zoti është të mbash për ulësin. Por ulësia është qelësi në zemrën e Zotit. Sepse Zoti ka sytet e për ulurit. Normale. Tek 2 Chronicles 7:14, që kemi 2 Kronikasit 7:14, Zoti thot, në qoftë se populli im për ulet për para me, kthehet nga rruga e mëkatit, kërkon fytyrën time në lutje, atëre unë do t'i përgjigjem dhe unë do t'a shëroj vendin. Edhe unë besoj në këtë, sepse Zoti nuk thot në qoftë se populli im lutet, ose në qoftë se populli im më do mua, ose në qoftë se populli im adhuron mua, ose në qoftë se populli im më kërkon mua, e thot në qoftë e para gjë që Zoti kërkon prej nesh, në qoftë se populli im për ulet,
Atëre unë, do më thënë, do bëj 1, 2, 3, 4, 5. Edhe hapi parë është për ullja. Unë gjithmonë e di, do më thënë, për ullja, ndaj Zoti më ka quar gjithmonë direkte për para fronit të Perëndis. Si në lutje, si në adorim, si në tikon time personale, por gjithashtu në shërbesën time ena. Edhe gjithmonë e them, në momentin që unë për ullem, me gjithë zemër, që zemra ime nuk ban absolutisht asnjë lloj sekreti ndaj Zotit, por është komplet dorëzuar drejt Zotit. Unë nuk jam e përsosur, edhe unë e dua Zotin aq shumë sepse në mes të mospërsosjes sime, por sepse ma ka mësuar sekretin e përuljes, unë e takoj ato për një herë. Edhe jam face to face with them, dhe me thëmë, fytyrë me të përulja është ajo që është çelësi. Po, ai gëzohet kur unë shkoj atit me përullësi. Ai gëzohet, ai busqesh kur unë shkoj atit. Edhe unë, në atë moment, ne të dy dhe më thënë, unë edhe Zoti, kemi atë pjesë më intimite të marrëdhënies sonë. Është shumë e bukur, është e lavdishme. Sepse në Bibëlin, tek libri i Jakobit, kapitulli 1 vargu 2 që thotë, konsideroje gëzim pavarësisht çdo lloj sfide që ti mund kalosh, domethënë, konsideroje gëzim. Tani si mund ta konsiderojmë neve gëzim kur ka një vdekje në familjen tonë, ose kur ndonjë nga motrat tona apo kalon për shembull në një divorc ose një moment shumë të vështirë të jetës. Si mund ta të themi domethënë që unë kam gëzim në zemrën time? Edhe di nga vjen ai gëzimi nga marrëdhënia jon personale me Zotin, sepse unë kur kaloj kohë me Zotin, kaloj kohë në lutje, kaloj kohë me Biblën, edhe rri dhe ulem, edhe qëndroj në prezencën e Tij, absolutisht në asnjë lloj problemi që mund të ndodhi rreth e përçak meje, nuk mund të ketë aq shumë efekt mbi mendjen time, mbi zemrën time, sepse prezenca e Zotit te kalon çdo lloj vështirësie që neve kemi, edhe sjell një lloj paqe, sjell një lloj gëzimi që te kalon çdo lloj understanding, çdo lloj të kuptoj çdo gjë të kuptuarit ton, për te asaj. Për te të kuptuarit njerëzor, kalon në një anë shpirtërore, që humbet çdo lloj kuptimi njerëzor. Edhe Bibla thotë që ne kemi mendjen e Krishtit. Edhe prandaj ky varg biblik është atje, sepse është e mundur edhe në përsfida ta konsiderosh si gëzim, që neve të kemi gëzimin e Zotit, të kemi paqen e Zotit, edhe të shikojmë dorën e Zotit, që ai e kthen sfidën tonë për të mirën e atyre që e duan Zotin me gjithë zemrën. Edhe që janë thirrur sipas planit të Tij. Po, lavdi Zotit. Edhe një pyetje në fund. Çfarë mesazhi do të kishe për gjithë ata që jetojnë përtej Kosovës dhe përtej Shqipërisë? Që janë të krishterë, thua besoj, dëgjoj. Siç të thash edhe më parë, unë nuk e kisha absolutisht idenë e thirrjes që Zoti ka në jetën time. Ama një gjë i kam thënë Zotit, arrita në atë pikë në jetën time që i thash, në qoftë se unë do të ndjek ty, unë atëherë do ta vë komplet jetën time në dorëzimin tënd. Unë nuk mund të jem një këmbë brenda teje, një këmbë jashtë teje. Në qoftë se unë ndjek ty, atëherë unë do futem kokë e këmbë. Do ta komplet dorëzoj jetën time, mendjen time, zemrën time, emocionet e mia, ndjenjat e mia, perceptimet e mia, zakonet e mia, çdo gjë do të t'i jap ty, domethënë. Edhe në momentin që neve bëjmë atë, edhe i themi Zot, unë të dua shumë ty dhe çdo gjë që ka rëndësi për mua është si unë të të kënaq ty. Dhe kur ti thua dhe jeton këtë lloj jete, atëherë Zoti e përdor jetën tënde. Sepse ne jemi në një rrugtim të ina, dhe rrugtimi është shumë i shkurtër. Mund të jetë 60 vjet, mund të jetë 70 vjet, mund të jetë 80 vjet, për disa njerëz edhe 100 vjet. Po ky rrugtimi neve na është dhënë këtu në tokë si të krishterë, që neve t'i shërbejmë vetëm Zotit. Edhe çfarë kënaqësie ka, për mua nuk ka kënaqësi më të madhe në jetën time, përveç prezencës që unë kaloj me Zotin, ajo, domethënë, te kalon çdo lloj kënaqësie në jetën time, është që kur shikoj një njeri tjetër të preket nga forca, dashuria,
paqja e Zotit, edhe të ketë një lloj takimi supernatyror që i ndryshon jeta në mënyrë radikale, ose shpëtohet. Nuk ka gjë tjetër që më jep kënaqësi. Edhe kur e kam parë të që jeta jo me Jezusin influencon jetë të tjera, shpëton jetë të tjera, edhe përdore për shëruar, për të çliruar njerëzit nga çdo lloj problemi, atëherë unë të i them çdo njeriu, mos e harxho jetën tënde. Përdore jetën tënde për të shpëtuar njerëz të tjerë. Sepse nuk ka thirrje më të madhe kur neve, ose nuk ka dashuri më të madhe kur unë e lej jetën time që një tjetër të shpëtohet, një tjetër të shërohet, edhe një tjetër të takoj shpresën, dashurinë edhe paqen e Zotit. Është shumë e vërtetë. Edhe unë i bëj thirrje çdo njeriu që e thret veten të krishterë, mos harxho jetën tënde kot. Përdore jetën tënde për gjëra që me vërtet ka vlerë në parajs, në mbretërinë e Zotit, jo këtu në tokë, por në mbretërinë e Zotit që shkon në përjetësi. Është shumë e vërtetë. Lavdi Zotit. Jam shumë e gëzuar për intervistën që bëm bashkë dhe lutem që kjo nuk është vetëm një informacion, por ka qenë diçka që ka transformuar gratë, vajzat. Edhe unë them gjithmonë që pasioni për Jezus Krishtin do të bëjë të bësh gjithçka. Edhe unë besoj që pasioni për Jezus Krishtin edhe të ka bërë që ti bindesh thirrjes për të qenë edhe këtu në Kosovë me ne. Faleminderit, Ina, është kënaqësi të isha me ju, faleminderit. Edhe unë lutem që Zoti të të bekojë në shërbesën tënde, në thirrjen tënde. Unë besoj që Zoti ka shumë për jetën tënde, ai të vazhdoj të përdori. Por shumë e bukur domethënë ajo që ti thatë që në moment që kur ti i shef njerëzit me sytë e Zotit, atëherë Zoti fillon edhe të përdor dhe të përdor fuqishëm. Lavdi Zotit. Atëherë të dashur shikues të TV7 Albania, jemi edhe në fund të emisionit tonë, duke ju uruar Zoti ju bekoft. Paqja e Perëndis ju rrethoft dhe ju mbush me gëzim. Do të takohemi përsëri të dielën tjetër në po të njëjtën orë. Natën e mirë.